ka ndonjë sfidë më të madhe në jetë? Tu e detyruna me çdo kusht. Djali s'ka pas, se që ka i rimush, ndoshta s'ka pas. Po, që e ke do më thonë, jetesa me një mush të hershme, u ka në sfidë. Nuk mujna me thonë që su ka në sfidë. Unë besoj që sfida jote ma e madhe ka qenë ti me ljonë Kosovën, edhe me dalë dikon, sepse rrethona tuja këtu me siguri nuk kanë qenë ma të mirat në botë, se kur e ki mas mirë në vendin tonë, pse dush me ljonë Kosovën. Po, nuk u kanë mirë ndërim, po na e na ndiku pak edhe prej mosës, apo këpëtën, nuk u kanë që qaç keq u kanë, apo po e na ndiku pak, adem prej njerëzve rrethit, ka ardhë me Audia, BMW, në cilin vend ke emigru? Në Luksemburg. Alaudim, më du me da ndërprej këtu, se pak jemi të izgjatë të kjo deklarat. Qëfar mesazhi kështë dhënë të rinjëve të cilën ndoshta mendojnë me braktisë Kosovën për njënjen prej shteteve të Evropës? Cili kishë me qenë mesazhi për ta? Mesazhi është që ata nëse dojnë me shku një vend jashtë me jetu, nëse dojnë me bo pare, automatikisht dosh me punu në punë të keqe. Qysh mu ka ofru edhe mu me zdi sa herë. Dosh me akseptu një punë të keqe, për me bo pare shumë. Qa është puna e keqe për ty? Puna e keqe është me punu për naj kartel drogës, me punu për njerëzit posën që të shtinë me punu punë që ata nuk i bojnë vetë, ose dhe sa në tjera. Kështë që nëse donë me bo pare. Po ti kanë ofru ty për me punu? Po. Edhe si e gjendë në këtë situata? A dhe nësysh pak ajo pjesa e familjes dhe kultura që e ku marë prej familjes që ajo më ka bo mus mi akseptu që ato sene, se vala mos të kësha pos pjesën tjetër spedise më konë shumiri edhe mundësit lakmitje më konë shumë të noja, po që ajo edukat, që ajo kulturë që e ku marë prej familjes largë seneve të këshia, që ajo ma ka bo ashtë një stop edhe shqyqyrë që nuk jam. Nëse dojnë me bo pare, automatikisht do të më shku me punu punë të këshia. E dim, i një edhe njerëzit që punojnë, a u ka shumë të tillë nga Kosova që i bojnë këto punë? Për fat kesh po, valla ka shumë, ka dhe të njëjtit janë konë që mu më kanë ofru punë. Vërtet kjo nuk është një teme pa njohur për gjithë ne. E vërtet që diaspora jonë bën pare me djerës në mënyrën më të mirë të mundshme, por ka dhe nga ata të cilët pasuron shpejt përmes rrugëve që janë krejt legjitime, por nuk janë krejt me një thes asnjëherë. Po, kanë edhe pjesa tjetër që punojnë punë normale, punë ndershme, është shumë në rregull, po e ceka nëse dojnë me bë pare shumë qysh ata e kanë menu, qysh ajo ju ka servu prej tjerëve, është veç mundësia. A ka pas në i moment kur jetë të ndu fort? Po, ka pas momente kur... Cili është çmimi që tu ka ofru për mi bu këtë punë? Ka pas edhe deri 50.000 euro më rana mujtë. Një deklaratë e fuqishme. Ka pas njona 50.000 euro më rana mujtë, po e di që ajo ka njona prej atleta. Kështu që nëse ke dash me punu diçka tjetër edhe me ofru ma shumë... Shtash më terrorizove nuk e ti qëfar filma, po na folën në studio, po që nga diçka kogja shqetësuse, për gjithë rinë që dalin. E kum kalu edhe e di komplet si rast, e kum kalu edhe shqyqër prej Zotit që tash e cika ma herët që kum marë mësim prej familje, sidomos prej babës tam të në kohën ashtë, edhe nuk kum akseptu. Kom fillu kom marrë zanat për profesionin që së dhe bëj. E kom taku rasisht një tatu artist belg, edhe ajo më ka ofru punë fillim normal. Kom bo skica për ta, kom bo dizajn, kom bo sen, jo më pagu shumë a pak, jo më pagu 50 euro ditën, po e kom ditë që gjithë shka është në rregull. Një mesazh nga